Data 20 gusht, 1 Samuelit, kapitulli 12. Atëherë Samueli i tha tër Izraelit: Ja, unë ju dëgjova për të gjitha ato që më thatë dhe vura një mbret mbi ju. Dhe tani jam mbreti që do shkoj para jush. Unë tashmë jam plag dhe i thinjur dhe bitë mi janë midis jush. Unë kam ecur para jush qysh nga rinia ime deri më sot. Ja ku jam. Dëshmoni kundër meje përpara Zotit dhe përpara atij që është vajosur. Kujt i kam marr kaun? Kujt i kam marr gomarin? Kujt i kam ngrën hakun? Cilin kam shtypur? Nga duart e kujt kam pranuar ndonjë dhuratë që më kanë zënë syt? Unë do t'ju a kthej. Ata ju përgjigjen: Ti nuk na ke ngrën hakun, nuk na ke shtypur dhe nuk ke marr asgjë nga duart e askujt. Ai u tha atyre: Zoti është dëshmitar kundër jush dhe i vajosur i tij është dëshmitar në këtë ditë që nuk gjetet asgjë në duart e mia. Ata u përgjigjen: Po, ai është dëshmitar. Atëherë Samueli i tha popullit: Është Zoti që i vendosi Mojsiun dhe Aronin dhe që i nxori etrit tuaj nga Egjipti. Prandaj paraqituni që unë të kem mundësi përpara Zotit të vë në dukje bashkë me ju veprat e drejta që Zoti ka kryer për ju dhe për etrit tuaj. Pas vajtjes të Jakobit në Egjipt dhe mbas thirrjeve të etërve tuaj drejtuar Zotit, Zoti dërgoi Mojsiun dhe Aronin që i nxorën etrit tuaj nga Egjipti dhe i bëri të banojnë në këtë vend. Por ata e harruan Zotin, Perëndin e tyre, dhe ai i shiti në duart e Siseras, komandantit të ushtrisë së Hatsorit, dhe në pushtetin e filistejve dhe të mbretit të Moabit, të cilët u shpallën luftë atyre. Atëherë i thirrën Zotit dhe i thanë: Kemi mëkatuar sepse kemi braktisur Zotin dhe u kemi shërbyer balve dhe ashtarodhve, por tani na çliro nga duart e armiqve tan dhe ne do të shërbejmë ty. Dhe kështu Zoti dërgoi Jerubaalin, Bedanin, Jeftin dhe Samuelin dhe ju çliroi nga duart e armiqve tuaj që ndodheshin rreth e rrotull dhe ju jetuat në siguri. Por Kupat që Nabashi, mbreti i bijve të Amonit, filloi të lëviz kundër jush, më thatë: Jo, një mbret duhet sundoj mbi ne. Pikërisht kur Zoti, Perëndia juaj, ishte mbreti juaj. Ky është pra mbreti që keni zgjedhur dhe keni kërkuar. Ja, Zoti ka vënë një mbret mbi ju. Në qoftë se keni frikë nga Zoti dhe i shërbeni dhe dëgjoni zërin e tij dhe nuk ngrini krye kundër urdhërimeve të Zotit, atëherë ju dhe mbreti që mbretëron mbi ju do të ndiqni Zotin, Perëndin tuaj. Por në rast se nuk i bindeni zërit të Zotit dhe kundërshtoni urdhërimet e tij, atëherë dora e Zotit do të ngrihet kundër jush, ashtu siç është ngritur kundër etërve tuaj. Prandaj, tani ndaluni dhe shikoni këtë gjë të madhe që Zoti do të bëjë para syve tuaj. A nuk jemi vallë në kohën e korrjes së grurit? Unë do të kërkoj ndihmën e Zotit dhe ai do të dërgojë bubullima dhe shi. Kështu do të kuptoni dhe do të shihni se e keqja që keni bërë duke kërkuar një mbret për ju është e madhe në sytë e Zotit. Atëherë Samueli kërkoi ndihmën e Zotit dhe ai dërgoi atë ditë bubullima dhe shi dhe tërë populli pati një frikë të madhe nga Zoti dhe nga Samueli. Pastaj tërë populli i tha Samuelit: Lutju Zotit Perëndisë tënd për shërbëtorët e tu që të mos vdesin, sepse tërë mëkateve tona u kemi shtuar të keqen e kërkimit të një mbreti për ne. Samueli u përgjigj popullit: Mos u friksoni. Edhe se keni bërë gjithë këtë të keqe, mos lini së ndjekur i Zotin, por shërbejeni Zotit me të gjithë zemrën tuaj. Mos u largoni për të ndjekur gjëra të kota që nuk vlejnë as çlirojnë, sepse janë gjëra të kota. Sepse Zoti nuk do ta braktis popullin e tij për hir të emrit të tij të madh, sepse i pëlqeu Zotit ju bëj popullin e vet. Sa për mua, mos ndodh kurrë që unë të mëkatoj kundër Zotit duke hequr dorë nga lutjet për ju, përkundrazi, do t'ju tregoj rrugën e mirë dhe të drejtë. Vetëm keni frikë nga Zoti dhe i shërbeni besnikërisht me gjithë zemër. Mbani parasysh gjërat e mëdha që ka bërë për ju. Por në rast se vazhdoni të bëni të keqen, si ju, ashtu dhe mbreti juaj do të flakeni tutje. Romakëve, kapitulli 10. Vëllezër, dëshira e zemrës sime dhe lutja që i drejtoj Perëndisë për Izraelin është për shpëtim të tij, sepse unë dëshmoj për ta se kanë zell për Perëndin, por jo sipas njohurisë, sepse duke mos njohur drejtsinë e Perëndisë dhe duke kërkuar të vendosin drejtsinë e vet, nuk ju nënshtruan drejtësisë së Perëndisë, sepse fundi i ligjit është Krishti për drejtësi të kujdo që beson. Sepse Mojsiu shkruan për drejtsinë që vjen prej ligjit, se njeriu që bën këto do të jetojë me anë të tyre. Por drejtësia që vjen prej besimit thot kështu: Mos thuaj në zemrën tënde kush do të ngjitet në qiell. Kjo do të thotë që të zbres Krishti, ose kush do të zbres në humner. Kjo do të thotë që të sjell lart Krishtin prej së vdekurish. Po ç'thot pra? Fjala është afër teje, në gojën tënde dhe në zemrën tënde.
Kjo është fjala e besimit që ne predikojmë, sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim, sepse Shkrimi thot, kushdo që beson në të nuk do të turpërohet. Sepse nuk ka dallim në mes judeut dhe grekut, sepse i njëjti Zot është i të gjithëve, i pasur për të gjithë ata që e thërrasin. Sepse kushdo që do ta thërras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Si do ta thërrasim pra atë të cilit nuk i besuan, dhe si do të besojnë tek ai për të cilin nuk kanë dëgjuar, dhe si do të dëgjojnë pa predikues, dhe si do të predikojnë pa qenë dërguar, siç është shkruar, sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin ungjillin e paqes, që shpallin ungjillin e së mirës. Por jo të gjithë ju binden ungjillit, sepse Isaia thot: Zot, kush i besoi predikimit ton? Besimi pra vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndis. Por unë them, mos nuk dëgjuan, madje zëri i tyre mori mbar dheun dhe fjalët e tyre shkuan deri në skajet e tokës. Por unë them, mos nuk e kuptoi Izraeli? Mojsiu tha i pari: unë do t'ju shtije në xhelozi me një komb që s'është komb, do t'ju bëj të zemëroheni me një komb të pamend. Dhe Isaia guxon të thotë: unë u gjeta nga ata që nuk më kërkonin, unë ju shfaqa atyre që nuk pyesnin për mua. Por lidhur me Izraelin thot, gjithë ditën i shtriva duart e mia drejt një populli të pabindur dhe kundërthënës. Jeremia, kapitulli 49. Kundër bijve të Amonit, kështu thot Zoti: Izraeli vallë nuk ka bi, nuk ka asnjë trashëgimtar. Pse pra Amalkami bëhet zot i Gadit dhe populli i tij është vendosur në qytetet e tij? Prandaj ja, ditët po vinë, thot Zoti, në të cilat unë do të bëj që të dëgjohet thirrja e luftës së bijve të Amonit kundër Rabahut. Ai do të bëhet një grumbull gërmadhash dhe qytetet e tij do të konsumohen nga zjarri. Atëherë Izraeli do të shtjerë në dorë trashëgiminë e tij, thot Zoti. Vajtohu Heshbon, sepse ai është shkatëruar. Bërtisni ju qytetet e Rabahut, ngjeshuni me thas, vini kujen, vraponi sa andej këndej brenda vathës, sepse Malkaimi po shkon në robëri bashkë me priftrinjtë e tij dhe me princat e tij. Pse mburresh nëpër lugina? Lugina jote është zbraz, robi rebele që kishe besim në thesaret e tua dhe thoshe: kush do të dalë kundër meje? Ja, unë do të bëj që të zërë tmerri, thot Zoti, Zoti i ushtrive, nga të gjithë ata që të rrethojnë, dhe ju do të dëboheni secilit drejt para tij, dhe nuk do të ketë njeri që t'i mbledhi kanakët. Por mbas kësaj, unë do t'i kthej nga robëria djemtë e Amonit, thot Zoti. Kundër Edomit, kështu thot Zoti i ushtrive, nuk ka më diturinë në Teman? Vallu ka munguar gjykimi të zgjuarve? Është tretur dituria e tyre? Ikni me vrap, ktheuni prapa, shkoni të banoni në thellësitë e tokës, o banorët e Dedanit, sepse unë do të sjell fatkeqësinë e Ezaut mbi të në kohën e ndëshkimit të tij. Po të vinin disa vjelës rrushit e tij, nuk do të linin ndonjë vilës për të mbledhur? Po të vinin disa vjedhës të tij natën, do të shkatëronin vetëm sa u mjafton, por unë do ta zbuloj Ezaun dhe do të gjej vendet e fshetat e tij dhe ai nuk do të mund të fshihet më. Pasardhësit e tij, vëllezërit e tij dhe fqinjet e tij do të shkatërohen dhe ai nuk do të jetë më. Lëri jetimet e tu, unë do t'i ruaj të gjallë në jetë dhe gratë e tua të veja le të kenë besim tek unë. Sepse kështu thot Zoti: ja, ata që nuk ishin caktuar ta pinin kupën, do ta pinë me siguri. Dhe ti do të jesh krejt i pandëshkuar? Nuk do të jesh krejt i pandëshkuar, por do ta pish me siguri. Megjithse unë jam betuar për veten time, thot Zoti, Bocrahu do të bëhet një objekt habije dhe tallje, një shkreti dhe një mallkim dhe tërë qytetet e tij do të jenë të shkreta për jetë. Dëgjova një mesazh nga Zoti dhe një lajmëtar ju dërgua kombeve. Mblidhuni dhe nisuni kundër tij, çohuni për betejën. Por ja, unë do të bëj të vogël midis kombeve dhe të përbuzur midis njerëzve. Tmerri që kallje dhe kryelartësia e zemrës sate kanë njohur o ti që banon në të qartë e shkëmbive që pushton majat e kodrave, edhe si kur të bëje folen tënde lartë si shqiponja, unë do të bëj që ti të biesh poshtë nga atje lartë, thot Zoti. Edomi do të bëhet objekt habije, kushdo që do t'i kaloj afër do të mbetet i habitur dhe do të fërshëllej për të gjitha plagët e tij. Ashtu si në shkatërimin e Sodomës dhe të Gomorrës, si dhe të qyteteve afër tyre, thot Zoti, askush nuk do të banoj më në to dhe asnjë bir njeriu nuk do të gjej stre. Ja, ai do të dalë si një luan nga fryrja e Jordanit kundër banesës së fortë. Unë do të bëj që ai paprit mas të hiqë andej dhe do të vendos mbi të ato që kam zgjedhur.
Kush është në fakt si unë? Kush do të më nxjerrë në gjyq? Kush është pra bariu që mund të më bëj ballë? Prandaj dëgjoni planin që Zoti ka menduar kundër Edomit dhe vendimet që ka marrë kundër banorëve të Temanit. Me siguri do të tërhiqen edhe më të vegjëlit e kopes, me siguri banesa e tyre do të shkretohet. Në zhurmën e rënjes së tyre toka do të dridhet, zhurma e britmes së tyre do të dëgjohet deri në detin e Kuq. I armiku po del, po nis fluturimin si shqiponjë dhe po hap krahët e tij drejt Bocrahut, dhe zemra e trimave të Edomit atë ditë do të jetë si zemra e një gruaje në dhimbjet e lindjes. Kundër Damaskut, Hamathia dhe Arpadi janë mbuluar me turp, sepse kanë dëgjuar një lajm të keq, po ligështohen. Ka një stuhi të madhe mbi det që nuk mund të qetësohet. Damasku është bërë i flashkët. Kthehet për të ikur, e ka kapur një drithm. Ankthi dhe dhimbjet e sulmojnë si një grua që është duke lindur. Vallë, si nuk është braktisur qyteti i lavdërimit, qyteti i gëzimit tim. Prandaj të rinjtë e tij do të rrëzohen në sheshet e tij dhe tërë luftëtarët do të vdesin atë ditë, thot Zoti i ushtrive. Unë do të ndes zjarrin në muret e Damaskut dhe ai do të gllaboroj pallatet e Ben Hadadit, kundër Kedarit dhe mbretërive të Hatsorit që Nebukadnecari, mbreti i Babilonisë, ka mundur. Kështu thot Zoti: Qohuni, dilni kundër Kedarit dhe shkatroni bijtë e lindjes. Çadrat e tyre dhe kopet e tyre do të merren, shatoret e tyre, tërveglat e tyre dhe devet e tyre do të çohen tutje. Do të bërtasin atyre të merr nga gjitha anët. Ikni, shkoni larg të banoni në thellësitë e tokës, o banor të Hatsorit, thot Zoti, sepse Nebukadnecari, mbreti i Babilonisë, ka hartuar një shestim kundër jush, ka menduar një plan kundër jush. Qohuni, dilni kundër një kombi të qetë që banon në siguri, thot Zoti, që nuk ka as dyr as shule dhe banoni vetmuar. Devet e tyre do t'i çojnë tutje si plaçk lufte dhe shumica e bagtisë e tyre si pre. Unë do t'i shpërndaj në të gjitha drejtimet ata që presin cepat e mjekrës dhe do të bëj që do vi fatkeqësia nga të gjitha anët, thot Zoti. Hatsori do të bëhet një vend ku do të banojnë çakejt, një shkreti për gjithmonë, askush nuk do të banojë më aty dhe asnjë bir njeriu nuk do të qëndrojë aty. Fjala e Zotit që ju drejtua profetit Jeremia kundër Elamit në fillim të mbretërimit të Sedekias, mbreti i Judës, duke thënë: Kështu thot Zoti i ushtrive: Ja, unë do të coptoj harkun e Elamit, bazën e forcës së tij. Unë do të sjell kundër Elamit 4 erat nga 4 skajet e qiellit. Do ta shpërndaj në drejtim të gjitha erave dhe nuk do të ketë kom ku të mos arrini kanakët e Elamit. Do t'i bëj Elamitët të trembën përpara armiqve të tyre dhe para atyre që kërkojnë jetën e tyre. Do të sjell mbi ta gjëmën, zemërimin tim të zjarrt, thot Zoti. Do të dërgoj nga pas shpatën derisa t'i kem konsumuar. Do ta vendos pastaj fronin tim në Elam dhe do të bëj që të zhduken mbretërit dhe princat, thot Zoti. Por ditët e fundit do të ndodhë që unë do ta kthej Elamin nga robëria, thot Zoti. Psalmi 26. Sigurom drejtësi, o Zot, sepse kam ecur në ndershmërinë time dhe kam pasur besim te Zoti pa u lëkundur. Më heto, o Zot, dhe më vër në provë. Pastro me zjarr mendjen dhe zemrën time, sepse mirësia jote më rri përpara syve dhe unë po eci në vërtetësinë tënde. Nuk ule me njerëz gënjeshtar dhe nuk shoqërohem me njerëz hipokrit. Unë urrej tubimin e njerëzve të këqij dhe nuk bashkohem me të pabesët. Unë i laj duart e mia në qiltërsi dhe i shkoj i rrotull altarit tënd, o Zot, për të shpallur me zë të lartë lavdinë tënde dhe për treguar tërë mrekullitë tua. O Zot, unë e dua selin e shtëpisë sate dhe vendin ku qëndron lavdia jote. Mos e vër shpirtin tim bashk me ata të mëkatarëve dhe mos më bashko me njerëzit gjakatar, sepse ata kanë në duart e tyre planet e këqija dhe dora e tyre djathtë është plot dhurata. Por unë do të eci në ndershmërinë time. Më shpengo dhe ki mëshirë për mua. Këmba ime është e qëndrueshme në vend të sheshtë. Në kovende, unë do të bekoj Zotin. Psalmi 27. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im, nga kush do të kem frikë. Zoti është kështjella e jetës sime, nga kush do të kem frikë. Kur njerëzit e këqij, armiqtë dhe kundërshtarët e mi më sulmuan për të ngrënë mishin tim, ata vetë u lëkundën dhe ranë. Edhe sikur një ushtri të dilte kundër meje, zemra ime nuk do të kishte frikë. Edhe sikur një luftë të pëlqiste kundër meje, edhe atëherë do të kisha besim. Një gjë i kërkova Zotit dhe atë kërkoj: të banoj në shtëpinë e Zotit tërë ditët e jetës sime,
për të soditur bukurinë e Zotit dhe për të admiruar tempullin e tij. Sepse ditën e fatkeqësisë ai do të më fshehë në çadrën e tij, do të më fshehë në një vend sekret të banesës së tij, do të më lartojë mbi një shkëmb. Dhe tani koka ime do të ngrihet mbi armiqtë e mi që më rrethojnë dhe do të ofroj në banesën e tij flijime me brit magëzimi. Do të këndoj dhe do të kremtoj lëvdimet e Zotit. O Zot, dëgjoj zërin tim kur të këllthas ty, ki mëshirë për mua dhe përgjigj mu. Zemra ime më thot nga ana jote, kërkoni fytyrën time. Unë kërkoj fytyrën tënde, o Zot. Mos ma fshi fytyrën tënde, mos e hidh poshtë me zemërim shërbëtorin tënd. Ti ke qenë ndihma ime. Mos më lër dhe mos më braktis, o Perëndi i shpëtimit tim. Edhe sikur baba im dhe nëna ime të më kishin braktisur, Zoti do të më pranonte. O Zot, më mëso rrugën tënde dhe më udhhiq në një shteg të sheshtë për shkak të armiqve të mi. Mos më braktis në dëshirat e armiqve të mi, sepse kanë dalë kundër meje dëshmitar të rrem, njerëz që duan dhunën. Oh, sikur të mos isha i sigurt të shoh mirësinë e Zotit në dheun e të gjallëve. Ki besim të madh te Zoti. Ji fort. Ki zemër. Ki besim të madh te Zoti.